ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për t'i falë, udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar xhamat, të ndëruar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke shoqëruar këto dy shpallje me shpjegime dhe elaborime të dietarëve të muslimanëve. Jemi në librin e Imam Buhariut të titulluar Al-Adabul Mufrad, edebi, tërbia, etika dhe edukata e një muslimani, libër i cili është një përmbajtje e një varg haditheve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Varg pas vargu, kapitull pas kapitull, kemi ardhur deri tek kapitulli i Imam Buhariut ku do të flet për një karakter, për një moral të rëndësishëm të muslimanit, i cili karakter është një ndër karakteret edhe pejgamberëve, karakter i njerëzve të mirë, karakter i njerëzve të cilët kanë ndërgjegje e kështu me radhë. Cili është ky karakter? Është karakteri turpit, është marrja. Andaj ka titulluar Imam Buhariu kapitullin e radhës duke e quajtur Babul Haya, kapitulli i El Haya. Në gjuhën e arabëve, turpi është i formuluar me të njëjtat shkronja me të cilët formulohet gerb me emri i jetës. Në gjuhën arabe jetës i thonë El Hayatu, e marrës i thonë El Haya. Pra është e njëjta. Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, ka njeriu prej jetës atë sa ka prej marrës, dhe i mirët atij prej jetës atë sa i mirët prej marrës. Më për këtë arsye, njerëzit mos shumti që gëzojnë jetë të mirë, jetë të lumtur, jetë që shedo Zoti i Madh te bareke ve teala, janë njerëzit që kanë turp. Imam Buhariu rahimahullahu teala këtu ka sjell një varg hadithësh për çështjen e turpit. Turpi të ndëruar xhamat është temë shumë e madhe. Turpi, marrja, është gjëja e cila me të mbahet shoqëria e mirë. Dhe nëse një shoqëri ja merr dhe ja gris perdën e marrës, atëherë ja ke çel udhën për gjithçka të keqe që ka mundësi me e bë njeriu. Mu për këtë arsye duhet muslimani të këmbgul, të përpiqet deri në maksimumet e veta që të ruan këtë kapital. Kapitali marrës, kapitali turpit, të jeti turpshëm për veti dhe ta shtrin këtë turp të evlatët e vet. Të jeti turpshëm për veti dhe ta shtrin këtë turp në shoqërinë ku ai jeton. Andaj nuk mund të paramendohet një musliman i mirëfillt, i cili e njeh Zotin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai njeriu është pa marrë. Madje njerëzit në fjalët e veta, kur dojnë me e ul në njëri dhe me e degradua dhe me e përshkruaj si njëri i lig, çfarë thonë? O njerë pa marrë ky. Këti nuk i vjen turp. Pra kjo mjafton ky formulim, ky tog fjalë për me kallëzu se ç'ky njeri o i keq. Dhe kur dojnë me lavdru dikan, çfarë thonë? Kjo i marrëlio ky. Kjo i turpshëm dhe kjo kallëzon për çfarë? Kjo tregon për se personi për të cilin i është bër kjo fjali atij në adresë, ai është njeri i mirë. Çka është marrja? Çka është turpi? Ne e dim si fjalë, mirë po si e kanë zbërthit dietarët para se me vazhdue me fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Turpi në gjuhën e arabëve thamë është el haya. Ha, je edhe hamza, elif. Çfarë është kjo? Ka thënë dietarët el haya huwa el hishma. Është një lloj statusi i respektit, i ndjenjës së mbrëmshme se diçka nuk i përket. Pra kjo nuk ban, kjo nuk më takon, edhe nëse nuk është e ndalume, por është marrë. Apo gjendje e brendshme njeriut, e cila e shtyn për një
qëndrim të respektit dhe nderit e kështu me radhë. Kjo është në aspektin gjuhësor. Dërsa në aspektin e sheriatit që ka për qëllim me turbin, kanë dhënë dietarë çfarë? Kanë dhënë turbi, sikur që ka përmendur ta Ibn Hajar Asqalani të tjerë dietarë, kanë thënë inqibadun nafs. Kur shpirti shtrydhet dhe ndrydhet dhe mbledhet nga diçka për të cilën ai dëshiron me elan nga friga e qortimit. Që kjo është turbi. Po çka marrja? Mbledhet njeri karçini diçkaje e cila duhet të braktisët nga friga e qortimit. Se kjo mund nuk më përket. Që kjo është njëri prej definicioneve të ulemave se çfarë është turbi. Thot Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, thot turbi është një karakter njerëzor. Turbi është një karakter njerëzor, i cili karakter marrja e nxit ati cili ka marrë që t'i shmangët dhe t'i largohet atyre gjërave të cilat janë shkelje e hakit të ati që ka hak. Për me fjallë të tjera, kur njeri thot kyre zban qështu, se kjo sa hak qështu, s'është e drejt qështu, në momentin që ka fillon me reague në bazë të besimit dhe mendimit se kjo është padrejtësi, që kjo ndjenja që ka të vjen tyje, që kjo marrja. Mos e zban, që kjo në turbi. Që kjo është turbi. Disa predjetarëve kanë thanë, turbi është ndryshimi dhe thyerja e brendshme e njerijut që përfshinjet dhe mbërthejet pushtohet për asaj ndjenje kur frigohet se ka mundësi të qërtohet për këtë veprim në të cilin po gjindet. Dhe kjo manifestohet, pastaj kemi forma të ndryshme që manifestohet, do njerë manifestohet me skuqe të fytyrës, do njerë me dridhje të durve, do njerë me komplet njeriu mytet dhe ka mundësi njeriu prej turpit mu shkrin krej. Nga friga, varsisht se sa doze madhe e turpit e ka kaplu njeriu. Kjo është në përgjithësi definicionet dhe ka shumë definicionet të tjera, mirë po tani nuk kemi me elaboru në mënyrë akademike për t'i njumruar krejt definicionet një nga një. Ideja është që turbi dhe marrja është një karakter i insanit, i lavdrushëm, edhe e ngrit insanin në një nivel ku nuk i bën disa prej veprave. Këto vepra zakonisht janë të liga ose me sheriat ose me mendje. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu subhanahu ve teala na mundson që të jemi njerëz të turpshëm dhe njerëz me marrë në përputhje me atë që do Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Buhariu, kapitull i turbit. Kapitulli i turbit. Ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam: Inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwah idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë hadith e ka transmetuar edhe në Sahihul Bukhari, edhe të tjera nga hadithet e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, njerëzit pse ekzistojnë e që ka pejgamber, e që Zoti dërgon pejgamber, pris se është njerëzimi. Çdo pejgamber ja ka thënë popullit vet një fjali, edhe për ta vulos këtë, e që të mrije kulmi i kësaj mirësie të ky ummet i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çdo pejgamber nga pejgamberia e tij ja ka përcjell popullit të vet një fjalë. Çdo pejgamber vjen me sheriate të ndryshme, jo krejt ju flasin njësoj. Flasin për Islam, mirë po sheriatet janë të ndryshme varësisht nga rrethanat ku është dërguar ai pejgamber. Dhe e përbashkë këta e kitë pejgamberëve cila Islami, tauhidi dhe imani. Çdo pejgamber ju ka thënë besoni Allahit. Çdo pejgamber ju ka thënë besoni me laçeve. Çdo pejgamber ka thënë besoni ditës gjykimit. Çka ka të bëjë me imanin, këtë njësoj kanë fol. A çka kanë pas me sheriatin s'kan fol njësoj. A janë falë si na, nuk e dim. A kanë dhënë zakat si na, nuk e dim. A kanë agjëruar si na, nuk e dim. A kanë bëu hax si na, nuk e dim. A i kanë pas të ndaluara këtë haramet çka i kanë na, nuk e dim. Sepse kjo është punë ligjore që i zbret çdo pejgamberit varësi të asaj çka ja zbret Allahu subhanahu wa taala. Prej gjërave të njësoj çdo pejgamberi çka ja ka dhënë popullit të cila
ka thonë pejgamberi alayhis salam, çdo pejgamber i ka thonë popullit të vet, nëse s'të vjen marrë ban çka dush. Nëse nuk turprohesh ban çka dush. Kjo është fjalia e përbashkët ndër gjithë pejgamber. Apo kur themi ne për shembull, kjo është ndërkombëtare, krejt e din. Krejt e kanë, krejt e shohin. Eksumerat. Pra ndër gjithë pejgamber, një fjalë e cila ka qarkullu krejt, pejgamberi alayhis salam na tregon, çdo pejgamber i ka thënë popullit vet, kur e ka mri kulmin dikush në poshtërsi dhe në ligësi, çka i ka thënë? Si mos të vjen marrë bane. Mirë, po kjo si mos të vjen marrë bane, a është me bë, do ta shohim. Gjëja e parë që e kuptojmë nga kjo hadith, cila vlerat e natyrshme me të cilat vijnë pejgamberët. Pejgamberët nuk vijnë me ta luftu natyrën, po vijnë me ecë në shtratin e natyrës. Nuk ka pejgamber, a mund të paramenu me ardhi pejgamber edhe me na thonë neve, "Qyre, ni me juve kështu në natyrë shumë juve në marrë, po so mirë me ju ardhë marrë. Gres në marrën." A ka që shtu pejgamber? Jo, se kjo në kundër natyrës. Shejtanët, djajt, edhe njerëz që dojnë me deviju njerëzimin, po ata thonë, "Keme marrë, mos të të vene marrë." Thot. Ata e përdorin mos të të vene marrë. Dërsa pejgambert e Zotit alayhimus salatu wassalam, ata nxisin në të të vene marrë. Në të të vene marrë do ta shohim pastaj çfarë turpi ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka njëri më i turpshëm dunja. S'ka pas njëri turpshëm as të pejgambert, as të njerëzimi më marrëli se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe turpi është për imanit, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj gjëja e parë që kuptojmë nga kjo, fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, "Inna mimma adraka an-nas." Njerëzit gjithmonë e kanë ditë çështu. Gjithmonë pejgamberët ju kanë folë çështu. Cila është ajo? Turpi është instinkt apo është karakter. Qeliza e parë e turpit Zoti ta krijon. Se Zotën ai s'ka s'ka marrë, as këtë fjalë se merr. Se shart i marrjes të vlerës është që qeliza me ekzistu. Pastaj mi qit na uj pak, ajo mu rrit. A nëse nuk ka qeliza hiç, nuk ka fara hiç, ti qiti ç'a dush ujë. Hajde qiti do ujë merr, mbledhe do far, mbledhe do lloç, edhe mjell diçka. S'del kur gjë. O merr, tok jo pjellore. Mu për këtë arsye, për të arrit një karakter të imanit, për të arrit një iman të njeri, fara du të me egzistue. Allahu gjeloha këtë Kur'anin e vetë se ka qujt Alif Lam Mim, dhalike l'kitabu la rajbe fihi hudel lil muttaqin. Ky libër, Alif Lam Mim, kjo është libër i madh. Dhalik, kjo libër i lartë, i zbritur prej Allahu subhanahu wa ta'ala, udhëzim veç për devotshmit. Udhëzim veç për devotshmit. Pse është veç për devotshmit? Sa ai farën e ka, vjen Kur'ani dhe e ujit këtë farë. Mu për këtë arsye, marrja nëse nuk ekziston qeliza e parë, fara e parë, lloji, atëherë nuk ka mundësi me ujit. Andaj baza ka qenë e natyrshme të krejt njerëzit që e ka ujit edhe pejgambert, marrja du të me met të njerëzit, turpi du të me met të njerëzit. Dhe na dukesh ku ka kiameti grisët turbit. Tush ku ka kiameti njerëzit sy ven marrë. Sy ven marrë për matë madhit, sy ven marrë për ma autoritetit, sy ven marrë për diçka e që njerëzit se kanë nëndër me e pa kur qohë, thot, stakfirullah. Nëndër ka rastë me pa i njeri ndërshëm, thot e stakfirullah që ka ndodhi. Ti në zhgandër është adikan që se pan pa problem ata. Pse? Se është gris perdja. E kanë grit perdën. Dhe kur të griset perdja, atër s'ka qka e nalë njeri unë. Më për këtë arsye, njëra nga shtitësit apo frenat më të fort të njeriut për ta mbajt fenë e tina, dignitetin e tina, ftyrën e tina u marrja. Marrja një perde e madhe që e ka si cili. Besimtarët me pas minimumin e asajna. Andaj gjëja e parë që e kuptojmë nga kjo cila është se njerëzit gjithmonë ka jetu me turp, me marrë. E dyta, fjala e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, çdo pejgamberi e ka thonë këta, që i bie se disa prej vlerave trashëgohen gjenerat pas gjenerate, brez pas brezi, pejgamber mas pejgamberi. Për çfarë arsye? Se kjo shtyll, kjo bazë, kjo themel, kjo strumbullar, s'munësh pa këta. A munësh me ndërtu një ngrehin, një ndërtes, një shtëpi madhe, edhe mi thon atina shka ta ndrejt shtëpinë, mi thon këshire mjeshtër, krejt themel nuk du. Mi thon diku qështu, ban ma mirë, ban e të fort, themel më simno. Cëllim mjeshtër thot, ani s'ka lidhje, s'ka problem. Ti që shtuish?
Se ke bona po jetojnë akon, ti që thush, ti ki dëshira që ki ti. Apo musliman pa namaz, musliman pa zeqat, musliman pa xhurim, musliman pa hax, musliman pa islam. Islam pa haram, apo halal pa haram. Kështu e dojnë një fe. Ne tani, ti rri musliman, ama ti jo mu fal. Po çfarë islami o vëlla? Islam pa u fal, Islam pa u mlu, Islam pa xhami, Islam pa Kur'an. Anina nuk kena kundër islamit. Po ti o vëlla e deshe, kejtë e deshe, s'lat kur gjo. Për këtë arsye duhet të trashëgojnë vlerat njëri mas njëri. So shtill. Andaj me arë një njëri me na thonë neve, na nuk ka problem, na kjo ndërtesa islamit nuk ka problem. Temel nuk dojna. A mund është ti mi thonë inxhinierit, e mjeshtrit, arkitektit që ta ndrejt shtëpinë mi thonë krejt banë mirë, themel nuk du. O ku ta ndrejt që Allah? Ku ta ndrejt? Hajtë ka të ku ta ndrejt që? Ani me banja qarën, temel nuk du. Qështu po na thojnë neve të njerëz? Nuk ka problem be ti, i e musliman, s'ka problem, a vëton. Ani mirë, qësh i bje si pas ti e? Po ani shash nuk ka puna mu falti. A pes vak, po kjo themel be, themel. Ke këta be, ketë grehina be, zërri, ke ndërtesa e madhe pa themel zbe. Njerëzit investojnë themel, që me mujtë me ngrejti që ka për pjetë. Që s'ki themel, andaj vlerat duhet të mba dhe trashëgohet të ndëruar që ma. Qa duhet më trashëgohet? Trashëgoje. Nëse e shetë që nuk kjo t'ju arë njëzve marrë ma shumë, falju pak me arë marrë, dhe me të arë turp, e kështu më ratë. Andaj, vlerat janë trashëgu. Për këtë arsye thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe une po ja u kallzoj që këtë fjalë. Se çdo pejgamber e ka kallzuar edhe une po ja u kallzoj juve. Nga se Muhamedi alayhi salam i takon më e mira këtë pejgamberve. Më e mira ai ka këtë asaj që kanë pas të tjerë. Cila është kjo fjalë? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, çdo pejgamber i ka thënë popullit të vet, nëse nuk të vjen marrë, bën çka dush. Dietar kanë thënë, hadhihi kelimatu zajrin. Kjo fjalë është fjalë frenuese, jo zgjidhse. Jo me thënë bambe çka dush, kuptimin se ti të takon ose të lejohet, jo. Por çfarë i bie kjo? Dietar kanë komente të ndryshme. E para, se turpi është elementi me të cilin kur të mersh një mësim, ai e merr e lexon. Turpi e lexon. E thot tamam, çështu duhet. Nëse nuk e ki që ta, është sikur me i fol çmentit. I fol një çmentit, i thuk kështu, o mirë, o kështu, apo, edhe në fund vend ka thënë dikush, ai kja nuk ka tamam. Thot tamam, ti hec. Ti kur ti thush ti hec, ai bie që mësimi sa mirë, jo, po për ti nuk ka, Shko. Pse nuk ka për ti e? Se s'merr vesh ai. Ai nuk merr vesh, apo. Andaj, kur i thu dikujt aty, a be ban çka dush, kjo si be ban çka dush ajo, ai përgjigjet për atë çka ka më bë. Por në kuptimin se ti je çasi njeri që nuk ndreqesh. Para mendo, krejt pejgambert i kanë ngrit durt, para njerëz që s'ka marrë. Ka thonë ti ban çka dush ti. Para mendo të ndërum xhamat. Po ai kish ngrit durt. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na pas pa neve. Ku njerit kur gjonë nuk e lëshejnë bo. Abe vesh ka i ka thonë krija vet, vesh që shëshaj vet, as mare, as turp, as kuqe, as kur gjonë. Me kur gjonë nuk drejtohet, me kur gjonë nuk regulohet. Andaj, kur një shëshrije si he këtë turpi, edhe pejgamberi thonë fësna ma shite, tash ban shka dush. Kjo është për alarm, kërsnim, jo për me thonë abe ti ban shka dush, jo. Mi për të shojmë. Andaj, gjëja e parë është se turp, kur nuk ka, edhe me tarë njeri më i mirë ftyrë tokës, më të pejgamberve s'ka, a ka dikush më të mirë se pejgamber. Pejgamber të Zotit me ardhë me të thonë, nëse ja bina në njerit pa turp, që me hitë si ven marë. Edhe pejgamber dhe, ja, më këta shka baj, që ti baju në këtina? O kisë mirë ka vesh. Për këta syje ka thonë alayhi salatu wassalam, se çdo pejgamber i ka thonë popullit vet, fësna ma shite, as të ven marë, po ban çka dush. E dyta, cila është, ka thënë dietarët se fjala ban çka dush, si kuptohet, është formulim i germave që kuptohet komplet e kundërta e kësajna. Se këshire fjala ban çka dush, piparia që shive, ban çka dush, apo, ama është komplet e kundërta, dhe kjo përdoret tek popujt.
Edhe të na përdorët. Për shembull, shumë në njerëzve i thot për shembull fëmijës, apo i thot prindi fëmijës, s'ka me dal jashtë. Shembull, nuk ka me dal jashtë. Edhe ai insiston. Apo edhe ky e përdor germat që aludojnë këtë kundërtën e asaj që ka dosh me thonë. Edhe fëmija e merr vesh me natyrë. I thot dil. Çka i bie dil? Po, pra, provo dil i shef pasojat. Kjo është. Njëri më thon për shembull, më tha dil. Fjala dil këtu e ka për qëllim? Jo, s'ka me dalë, s'unë të kam kallëzu që tërkun që s'ban me dalë. Për këtë arsye, nuk ka pejgamber që ka mësu popullit vetë marrën. E kur ka mri kulmi që dikush mos u ka rregulluar, ka pas që u ka zhvesh marrja këtë, që i ka thonë, ti as ki marrë apo, ban çka dush. Kjo ban çka dush ka, ki me pa nëse ban çështu. Ç'kjo është kuptimi i parë, kuptimi i dytë. Pra, është e kundërta e fjalisë. Është e kundërta e asaj çka supozohet. Për këtë arsye, ka edhe shembuj të tjerë. Për shembull, ti ka mundësi mi thon dikujna ta lipni mjet. Apo ku do ko? Çka do ko? Ajo e prisht. Dhe ti thu, ky i prisht, kjo aleto i prisht. Po ti provoje si dush. Po kjo nuk ka provojë. Merre, po kjo nuk ka, s'ke ki me sos punë me ta. Po merre vërtetoje që ta thash. Kur i thu ti dikujna kështu, mos në qiket rrugë mësim, se ka gropa, ka loq. Edhe mund është me ra, edhe me usakatue. Edhe a i smervesh, të tja nuk ka qashtu. Në regull, edhe ti mund është mja shpegu se kjo rrugë e keqe me kriza, me gropa, me krejt, smervesh. Që i thu ti? Po hin si dush. Pra kjo hin si dush, nuk ka sa jo u bon gjade pa gropa, jo. Po hin provoje qatë që po të thamë. Mu për këtë asyje të ndëruar gjëmat. Qa duhet kuptojmë nga kjo? Se fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fasna ma shi'te, bëje çka dush, bane çka dush, nuk ka bane çka dush. Po është mos se ke mri në gjendje krize, në gjendje alarmante, sa që fjala e pejgamberëve, fjala e Zotit nuk po ta lëshej. Andaj bëj çka dush është mos gabo me çku mendja me e bë, se pasojat janë shumë të rënda. Apo andaj, kjo është e dyta. E treta, çfarë është? Kur dorëzohesh para të ndëshkumit. S'munët ai vetë se mund ndëshku. Çish i bie kjo? Për shembull, ju ka shkruaj disa njerëzve azapi. Çish është azapi? Allahu xhelal xhelal thot në Kur'an: "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Kush doje le të besoje, kush doje le të mohoje. Çka ajet? A i bjeti si dush banë musliman, si dush musulman musliman. Pi Allahit e ki, ta ka dhënë drejten. Jo, Allahu ta ka dhënë drejten kaderikisht, për ta vërtetu testin, për ta bë provën. Çka ndodh? Kush doje le të besoje, kush doje le të mohoje, ajeti vazhdon: ne për ata shka s'besojmë kemi përgatit xhenem. Hin profesorin sallë dhe thot: kush doje le të mësoje, kush doje mos mësoje, e shem provim. A ka drejt një nxënës me thonë: na tha profesori, kush doje le të mësoje, kush doje mos mësoje, ai mi dha dy zgjidhje ku më zgjedh mos me mësue. Çka i thot njëri meqëm? Po t'ja hi çmenta. Po ai shumë mirë pas ka thonë, si dush mëso, si dush mëso. Në fund e merr vesh kur ta mërsh një ishim. Kur të ngelesh e mërsh vesh. Njëjtë është edhe teksti kuranor shembulli i Zotit më i lartë. Çka i bie kjo të ndëruar xhamat? Kush doje le të besoje, kush doje mos besoje. Mos beso si dush e sheh pasojë. Po, Zoti të kalon të lirë, çu dush mos beso. Ani mos beso. Ama kimë pagujt. Kimë pagujt. Mu për këtë arsye, kjo është e treta. Cila është e treta? Pra mrin para një njerit i cili asnjë mundësi për mirësimi nuk e ka, andaj i thot fasna ma shi'te, ban çka dush se ti i ndëshkumije. Ti nuk rregullohesh, ti nuk përmirësohesh. Kjo është fjala që e ka thënë çdo pejgamber. Për këtë arsye të nderuar xhamat, nuk duhet të marrim çasi gjendje na që fjalët e mira, ajetet, hadithet, me paskon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjallë, me na pas drejtu neve, me arën çat gjendje na me na thon, a di çka, ti bën çka dush. Ti bën, a e keni pa kur i ngrej njerëzit dorë pi dikujna? Ki vlla, ket ja kena bë. Ket shpiko kanë ardhur ndonjëherë, doni i dal fare, edhe njerëzit kur arshjetohen çka thonë? Ja, me këtë mo.
Se kena provu këta metodat. As me të mirë, as me të keq, as me ajet, as me hadith, as me kur gjo. Pra leje kthej njerëz, leje ta thej krijen vëlla. Kur thoj njerëzit leje ta thej krijen, ta dish se ka mri kulmi i arrogancës dhe i paturpsisë të dikush, saqë edhe pejgamberët e Zotit kanë thënë fa in lam idha lam tastahi fastah ma shi'ta. Nëse s'vjen marrë ban çka dush, Zoti na rujt. Andaj të nderuar xhamat, ta rujm këtë turp, këtë ujë të ftyrës me të cilin ne i pranojmë këshillat e Zotit. Ne i pranojmë këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do shohim pastaj edhe hadithe të tjera. Hadithi i radhës që ka nxjerrë Imam Buhariu nga Abi Huraira radhiyallahu an, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "El imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba." Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, imani është 60 e diçka apo 70 e diçka pjesë. Imani si tërësi i ka 60 e diçka apo 70 e diçka. Pse ka thënë 70 e diçka? Kjo është metodë kuranore. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Edhe arabët e kanë kuptuar se bëhet fjalë për prafërsisht. Apo se nuk është për qëllim ti ta dish të saktën me numër matematikor. Bid'a o bid'a, çka është? Kanë thënë dietarët pin 3 deri 10, skalon 10. Apo pra pjesët e imanit janë maksimumi 70 pjesë. Maksimumi janë 70 pjesë. Apo afdaluha la ilaha illa Allah. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, më e mira, më e larta, më e vlefshmja e pjesëve të imanit, cila la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah është më e mira, kjo s'ka më nalt. Pastaj ka thënë wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dhe më e funit la ilaha illa Allah mas nalti. Pjesa e funit e imanit, cila largimi një pengese nga rruga. A hadithin e kalum që ka morëm? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e largon një pengesë nga rruga, Allahu xhelala e ban xhenet li. Nëse Allah e ban xhenet li me largimin e një pengese nga rruga, po me pjesë tjera të imanit, Allah na bof nasib xhenetin ya rabbul alamin. Andaj, shiko, imani ka dikun 70 e diçka. Apo 60 e diçka, varësisht prej transmetimit. Më e larta tauhidi la ilaha illallah, dhe më e ulta e pjesëve të imanit, që është pjesë e imanit, o me larguni pengesë nga rruga. Shiko, për jëmësa më vesh dyja nga ka kalzu, të madhën edhe të fundit. Të tjera që i ka kalzu, përveç e ka shkoqit një. Vini re. Do më thonë, pi 70 e diçkave, ka thonë, për ju kalzoj 2 të kulmit, edhe 2 kulmeve, mas nalti edhe mas poshti, edhe po e huazoj nga 70-at vetëm një. Tjerat hulumtoni në Kur'an dhe hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çfarë ka thënë alayhi salatu wassalam? Këtë punë të imanit, si ti mbledhësh një ka një, nuk mundën me mri pas dika 70 e diçka. Më e larta është fjala la ilaha illallah, më e ulta është me larguni pengesë nga rruga. Çera sa ka kallzu, ka thonë vesh një apo jo kallzoj. Wal haya'u shu'batun min al iman. Turpi dhe marrja është për imanit. Turpi dhe marrja është për imanit. Të ndëruar xhamat, turpi për imanit, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, me tarë marrë o për imanit. Hadith tjetër ka thonë pejgamberi alayhi salam për tobën, keq ardhja o pendim. Kur ta bësh një gabim, edhe thu pi mrena, shumë ato marrë keq. Jo me gojë, keq dven për një me, iq pa i thonë kërkujna. Ka thonë alayhi salam, që kjo djeg me mrenshme o pendim, se dikush nuk gjegët hiç nuk gjegët. I ban 70 gjuna e ndit, hiç nuk i be me flet, thot prom shumë pak kumbo, sot ala më shumë ka me bo. Por këta shuje, disa karaktere, disa ndjenja, disa emocione të mrëndshme shpërblejesh. Andaj gjëja ma e fuqishme për të cilën e kanë nxjerrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pikë kit grumbull, çfarë ka thënë? Wal haya, e turpi, e marrja pe imanit, me tarmana pe imanit. E kjo shoqëri të ndëruar xhamat, aty ardh marra ajo. Vepra që ka i bojnë ana, a janë të në ardh marra ajo. Duke filluar nga gjëjat më të këqija. Kjo shoqëri që ti bëhe prej lanjes namazit, dhe mos respektimit fejes, dhe mos nderimit Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe amoralitetit, dhe zhveshjes, dhe kazinos, dhe bigjozit, dhe vjedhjes,
dhe plaçkitjes, dhe korrupsionit, dhe mosnderimit, dhe pasigurisë, dhe të këqija, shumë të këqija që i bojnë, krejt thonë janë musliman. Musliman? Ti qetësin me thonë me që je musliman. Si ti nxerr? E punt? E veprat? Por këtë arsye të ndëruar xhamat, kitë qëto, çka i ma? Kitë që këtë perde, kush e ka ngris? E ka ngris perdën e turpit. Kur ta ka hek marrën, kitë ti ka leju mi bo. Andaj tha alayhi salatu wassalam, edhe turpi është për imanit. Pra la ilaha illallah, largimi pengesës nga rruga. Kitë që kjo me të cilën motori, me të cilën sillit të marrja. Njeriu t'i vën marrë, njeriu t'i vën turp, edhe si ban do punë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh i ka ardhur, sa i ka ardhur hadithi radhës. Thot Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, duke përshkruar marrën dhe turpin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe vetë shikoni, gjithmonë kur themi që ashtu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam, çka dush me kuptue? Se lloji njerëzor s'mundet me bë më mirë. Edhe një herë, kur themi ne Muhamedi alayhi salam që ashtu e ka bë, ta dish, njeri ma nalë sun hip. Rekord ajo. Ajo rekordi, edhe ky rekord nuk lëviz. Allahu ja ka në vullën, wa innaka la ala khuluqin adhim, ti je njeri më i mirë në dunja, që kjo kulmi. Ju kursun mërini që tu, po lëvizni drejtim që sajna. Ama kur nuk e mërin. Të gjënë tani njerin më të turpshëm që e ka pa njerëzimi do njëherë. Qishu ka një turpshëm aj? Qishu ka një turpshëm aj? Thot Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, thot kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min adra fi khidriha wa idha kariha shay'an wa idha kariha arafnahu fi wajhihi. Thot Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, hadithin të cilin gjithashtu e ka dhënë Buhariu në Sahih al-Bukhari. Thot ka qenë turpshëm, i ka ardhur marrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri sa ka thënë ka pas më shumë marrë se beqarja në dhomën e vet. Nusja e re e cila ka jetu në shpi që shika hije, edhe është e mlume në turp, i vjen marrë ka shku në shpi të huj, edhe është bo nuse, rrim me një qosh fi khidriha rrim me një qosh atje, asë në vol e kam lu marrëja. Apo dhe kete paramendojnë nusën e re, beqare, ka shku e virgjër të burri i vetë. Sa marrë i vjen? Thot Ebu Said al-Khudri, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çdo ditë o kon më i turpshëm se çka nuse beqare e virgjër natën ditën e parë te shtëpia e burrit. Çfarë njeriu kon Muhamedi alayhi sallallahu alaihi wasallam? A keni pon çu shërri nusja? Sa asun fol, apo çka ti thush? Apo rri. Që i thojnë ban të mena. Se Muhamedi sa çdo ditë u kon çashtu ala më i turpshëm. Ala më i turpshëm. I ka armarë. Kur s'ka thonë jo vetë se zakon haram. Kur s'ka thonë kur kujt jo. Apo ana këtë Muhamedi janë nisën jo njerë. Jo. Njerë me jo janë nisën mësoni me mujt me na nxjerr dikush një po, ka punë e madhe ajo. Pastaj ka përshkruajt me çka? Ka thonë wa idha kariha arafna fi wajhihi. E çuçi mirësin vesh sahabët se diçka po do e diçka s'po do, se ka pëlqini diçka, ai marrëli kur s'ka, i ka po dikush ushqim, i ka dhënë dikush dhurat, po i ka ardhur tash marrë pe jam thonë se duhe, s'ka fol. Thot Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, kur s'do i ke diçka, kur si pëlqej i ke diçka, e kuptonin nga ftyra e tij. S'pedo. Thot Aisha radhiyallahu anha, kur asnjëherë nuk na e ka përmend për të keq gjella që ja kena bo pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse nuk e hajke, çaty nuk e prakke, ama jo me fol diçka. Ndërkohë që ka hub turpi deri në atë drejtë që njerëzit mo nuk din për çka më usha. Nuk din, thot, kejt me i komprovue. Apo jetojmë kohë çmendurie të ndëruar xhamat. Jetojmë ku njerëzit e kanë bërë të shamën art. A ki bedoni të shamë qëtër se këti ku margjue. Marja ka up komplet. Kur kush nuk e di ku, atë ven marë piti kujna. Me thonë, që ki njeri, valla piti njeri ven marë. Se na jetojnë një kriz, jetojnë një gjendje alarmante, ku
mungesa e turpit e ban fejen të pa efektshme të ti. Mungesa e marrës e ban hadithin pa efektshëm. A kupton ti kur e dëgjon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ardhur shumë marrë? I ka ardhur më shumë marrë se nusja beqare kur a martue ka shkue te burri i vet. Ka nejt me një qosh, ka nejt qosh. A kupton çfarë pejgamberi alayhi sallam, çfarë gjendje ka pas? Nëse në mrina këta, tham kjo kulmi rekord. Smrinjët kjo. Mirë po, a deri në pafundësia, a deri me e gris do perda, a pikur gjojt nësë më në armara, as pi Allahit, as që jena musliman, as që ka pleq, e as që ka plaka, e as bazar, e as kurkun, e as gjami. E kitë kjo qëfar vjen të ndëruar gjemat, si cilë ta shikon vetën e vetë. Letë kemi frikën prej Allahu subhanahu wa ta'ala, ven marë pak. Më thonë marë e epizodim e po qëta. Njerëzit përbare me një fjalë, me një vetë marë ka thonë, I ka trejtu e për 10 vetë njerëzit. Sot mi u thonë ka 100 njerë, mobe se marë, mobe se turpo. Shikohet të turpshmi si budal. Ki budal të ta? I ven marë, këshire. Shekull në 21 do t'i ven marë. Shekull në 21 mundohen me hek qatë pik uj që ka met piftyrave tona. Allah në erujt turpin zemra tona, ja Rabbal Alamin. Andaj, njëra prej cilësive dhe karaktereve të kësaj feje që e kërkon me të madhe të njerëzit cila turpit të ndëruar gjemat. Ti kemi turp, Allahu Gjelluala. Ta vjen marë se jena musliman. Ta vjen marë se vim për familjeve. Na ven mos ta korrit, mos e korrit babenan. Nëse s'të ven marë për kurgjaj barë, mos i korrit qatë familje që ka e gije. Nëse se ta të nalë ajeti për zinajës edhe hadithi, nëse të nalë hajdutnijës edhe gjëra të këqia edhe prej gjërave të liga, të ven e marë pak për familje, të ven e pak për njerëzit. Pejgamber kër e kanë pas dikuj që ven, ka thonë, bambe që ka dush. O bambe që ka dush. A na kishtë thonë neve që këtë fjallë pejgamber sa me na pas po neve. Ej, ti ban që ka dush. Ti s'ndreqesh. A disa keqa kur i thu dikuj, ti s'mosh më njeri. Kjo nuk ka me t'lirue. Jo. Kjo, ban edhe pak. Ama pasojat janë shumë loja. E lusim Zotin e madh te bareke ve teala që Allahu zemra tona t'i mbush me turp. E lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelaluhu mos na e gris këtë perdë të madhe me të cilën mbahet shoqëria. Ajo është perdja e turpit, mbulesa e turpit me të cilën na e jetojnë jetën e qetë në këtë dunja edhe shpëtojnë me izin Allahu subhanahu wa taala në ahiret. Pastaj Imam Buhariu ka thënë një varg hadithe të tjera nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të shtojmë për në khutbë. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelaluhu na mundson që të jemi të turpshëm, na vën marrë pi Zotit mos pare. Pastaj që jemi musliman, që kemi besu Allah, që jemi musliman, e dim çka Islami dhe imani dhe ihsani. E pastaj pse jemi familjarë, pastaj pse jetojmë me shoqëri islame, e pastaj prej njerëzve më të vjetër kështu me radh, prej gjërave të cilat na i obligon edhe feja, edhe ajo prej gjërave të mira të familjes. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelal musliman kudo që Allahu të ndihmon. Fuqarat, skamlor, nevojtar, bonjak, jetimat të vejat, të gjithë Allahu subhanahu wa taala jam nga rahmeti vet, edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.